Kam marrë vendim personal me vullnet të lirë që të hesht për një çështje juridike, pasi unë besoj se çdo çështje juridike nuk zgjidhet as në mediat sociale, as në banaqet mediatike, por duhet ketë rrjedhën e saj, ashtu siç e parashikon kushtetuta, kodet apo ligjet në fuqi. Unë besoj se drejtësia duhet jetë e lirë dhe e pavarur. Unë besoj se drejtësia e re si produkt i reformës në drejtësi, si produkt i vizionit e Edi Ramës dhe të Partisë Socialiste. Dhe unë besoj te kjo drejtësi dhe nuk do më dëgjoni kur as ta lavdoj, kur ajo godet kundërshtarët e mi politik, dhe as ta anatemoj kur kjo drejtësi mund të prek interesat e mi personal. Nuk do më dëgjoni kur që të përmend prokuror e gjyqtar, pasi unë besoj që ata duhet bëjnë detyrën e tyre ashtu siç e kam bërë dhe unë. Unë nuk kam dhe s'kam pasur kur lidhje me korrupsionin dhe nxis shëhetimi që ka nisur prej muash ndaj meje të vijoj për të nxjerrë të vërtetën sipërfaqe. Unë nuk kam as 300, as 30 dhe as 3 apartamente. Nuk kam as 1, as 2 jate, nuk kam as limuzina, as helikopter dhe as avion. Por të gjitha këto janë pjesë e një gjyqi publik, i cili fatkeqësisht bëhet me lehtësinë më të madhe në këtë vend, por për të thënë të drejtën, unë jam rritur me gjyqet publike. Dhe ndoshta kurrizi ma mban më mirë se kujdo tjetër gjyqin publik, pasi jam trajnuar dhe kalitur që e vogël.